Keni ardhur për luftë? A? Keni ardhur për luftë? Po, me luftu, po. Keni ardhur se goditi Jozi Gjersin me shpull. Urna? Jozi goditi Gjersin me shpull. Pra një shqiptar i Shqipërisë goditi një shqiptar të Kosovës, i ran shpull. Po, po më mbron, po. Po, si unë djetë, nga jeni ju? Po, unë jam nga Kosova, nga Prishtina. Si unë djetë? Nuk unë djeva mirë. Unë nuk e shqyqaj, po e po sot në disa incerte. Po? Nuk e shë Big Brotherin pra, por e po nga incerte. Jo, fare së më interesan. Nuk e shë? Jo. Po, a i gjesti Jozi. A i gjesti ke shumë, na e shumë i keq, i pa përgjetë shumë, pa asë gjatë mirë në këtë botë për Shqiptarin. Unë jam nga Kosova, por unë e dukit shesin Skënderbej, kur vjen zemra më hapet. Bravo. Për arsye se e du Shqiprinë edhe e du popullin shqiptar, ku dë që t'jeton ai popull. Morë edhe në Zelandë, edhe në Australi, edhe në Amerikë, ku dënë, si ta përmenem në shqiptarit të ndi ofrona. A do t'a dënojnë të Jozin? Vëllai unë që t'jem në veç ai që i ka ra, do të dënohet, edhe nga populli, edhe nga pushteti. Protesta, do të nuk e di për protesta, unë jo bashkohen shqiptarët si po krijohet përçarje, Jo, përçarje s'bën më kriju. S'bën pra po. Absolut shqiptarëve nuk na vjen përçarja. Ju e lexoni se sigurisht përçarje kjo që ky goditi. Nuk ka përçarje. Jo. Përçarje nuk e marr. Është çështje individuale. Bravo, personale tyre. Po, personale tyre, cilat ata kanë... Policia arrestoi më Jozin, sot e nxori prap. Nuk e di unë, ato punë të gjykatës policisë nuk mirën me të. Kjo, mos ishte një show që to e liruan tani, mos është bë për gjithë për show, kanë ra dakord edhe Jozi edhe gjesti me njëri tjetrin, jo po ti do godasësh. Unë do bëj sikur do hidhem. Si që? Javën tjetër finalja, si që me të tregu drejtën. Unë jetoj në Suedi unë jetoj në Suedi që 35 vite. Jo, hiq ma pak, sa që më të thu për Stockholm. Por, po të tërgoj një diçka. Policia edhe në Kosovë dhe në Shqipëri nuk më pëlqenë shumë, se si thashtë njeriu që ka, njerëz ka, nuk mirën fort. Nuk mirë, kumë provuj, kumë po edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, kurse në qoftë shtetet perëndimit nuk lirojnë qashtu bashkë, që shti me ndonë që intereso kushje. Është ligji, dhe? Vetëm ligjin e respekton, me ligj mirët. Po këtu i bjezi edhe shteti, edhe policia, edhe Top Channel, edhe Jozi, edhe Gjesti, gjithë to kanë rënë dakord me njëri tjetër për bërë një show kaq të madh. Që ne të dy të merrem me ta, të japim vëmendje edhe të krijojmë përçarje. Ajo është çështje tyne personale. Nga ajo që ndodhet që zgjat jo më shumë se 2 sekonda, po merren shqiptarët me njëri tjetrin. Po Unë po them sharjet edhe fyrjet është mirë me i lonë. Unë po shoh për mediat ndryshme që po fyhen njerëzit. Fyhet njeriu pa pas kur gjë, pa pas as gjë fyhet, nuk është e mirë fyrja. Është mirë që ta pastrojmë të rinin, ta pastrojmë nga kjo. Sepse rinia, ata që janë më të vogël ata mësohen nga klasa e parë, thënë hapë do ka me fyr dikën për më pas diçka. Po na duhet realiteti, puna, edukimi, shkollimi. Po, që 35 vite. Kom punu në arsim 28 vite në Suedi, tash jam pensioner. A që jeta ime është, mirë po unë e dukit. Po të rikthesh dhe njëherë në kohë, kur jeni nisë për shkuar atje, të zgjidhni në Shqipërinë dhe Kosovën, apo të shkoni sërish prapë jashtë? Valla për momentin atje. Atje prapë. Jo, nuk mundem për arsye se, po nuk funksionon ligji për burë, nuk të tregova. As Kosovë, jo? Hiq. Shtetet Ballkanit, hini cilit dush shtet, dash Bugarisë, dash Greqisë, dash Shqipërisë, dash Kosovës, dash Maqedonisë, nuk funksionon ligji si duhet. Unë jam mësu ku funksionon ligji. Ligji i donë të gjitha, e donë të bardhën për zezës. Gjykata nuk është e implikume vetëm në ato që ti e jep. Vetëm në ato që ajo ka vërtetu se është e jotja. Shuplaka, shtyrja nuk është e lejume. Ca dush ta kjesinatio nuk janë të lejume. Muj me të folë diçka, me të shty nuk muj, me të ra nuk muj. Është e ndalume. Është ndalume rrepsisht me ligjë. Thu qka dush me goja, me të prejk nuk banë. Vje keq që po shprejna kështu. E ju përshëndes, e ju uroj sukses juve të cilëve edhe dukit popull ma shumë se vetën. Ju lomet mira të nderum. Ditën e mirë se do t'iku.
Ca autobusi tash edhe pak ikë. Përshëndes. Që të themu mu duk se ondër e gjithë kjo që më fole, mu duk se ku për e gjoja i e honi që vinë të më thriste. Kjo është realiteti jotë, kjo është realiteti jonë. Jemi shumë lartë njëri Unë ashtu tjetëri. mendoj. Duke si kur foli gjutë huj. Unë ashtu mendoj. Të përshnes, E ti është mirë, Faleminderit ta gëzosh shumë. jetën.